Përshëndetje, unë jam Julinda, jam këtu si drejtuese e një kompanie që të themi një startupi që quhet Atwork AI Corporate Welfare, që ofron shërbim ushqimi për korporatat në Shqipëri, kryesisht në Tiranë. Jemi mbledhur sot në Leadership Forum për të folur me të gjitha vështirësitë që ndoshta do hasim për integrimin në EU, në Bashkimin Evropian. E di që të gjithë po e presim, por sigurisht kjo do vi me disa pasoja. Akoma ndoshta nuk jemi gati, sidomos bizneset, shumë e vështirë të përshtatesh me rregullat evropiane, po mendoj se kjo do sjellë edhe shumë të mira, sepse mendoj që një ekonomi që funksionon në një bazë të fortë legjislative hecën përpara dhe prandaj vetë jam shumë pozitive për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.